Damask është thelbësore që këto sulme të ndalen dhe që Izraeli të respektojë sovranitetin, unitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Rusisë. Ai shtoi se Guterres mirëpret përpjekjet e qeverisë siriane për të ulur dhunën dhe për të ruajtur stabilitetin duke u bërë thirrje autoriteteve që të hetojnë në mënyrë transparente dhe të hapur çdo shkelje të raportuar. Sekretari i përgjithshëm nënvizon nevojën për një tranzicion politik të besueshëm të rregullt dhe gjithëpërfshirës në përputhje me rezolutën 2254 të Këshillit të Sigurimit. Më herët gjatë ditës së premte ushtria izraelite krijoi një sulm ajror pranë pallatit presidencial në Damask, duke pretenduar se objektivi ishte prania grupeve të armatosura në jug të qytetit dhe kërcënimet ndaj komunitetit druz. Mirë, zoti Lezi, si shikoni këtë sulm ajror të Izraelit në Damask dhe cilat mund të jenë pasojat e mundshme? Ndëruar, është një përpjekje që bëhet për ta prish paqen dhe stabilitetin në Siri dhe me të drejtë sekretari i përgjithshëm i OKB-s e ngasi shqetësim në ushtrim të gjithë tagrit e vet të kësaj organizate, e cila ka në objektivin rujtjen e paqes dhe stabilitetit dhe parandalimin e konflikteve, ku koha që ka qenë pas zone duke pas parasysh rezultatin e këtyre aksioneve. Është mjaftuar thjesht me fuqinë e saj sot në raport me atë që kërkon, atë që kërkon hard power, nuk një dimension i cili i mungon për i vërtetë dhe ka qenë sfiduar OKB-ja në gjithë konfliktet, sidomos e lindjes mesme, ku është dashur përballet edhe me arrogancën e leadershipit të Izraelit apo gjithë luftave dhe konfliktet që po ndodhen atje, dhe OKB-ja ka dështuar për i vërtetës, por e bën edhe për kredin e saj, edhe morale, po edhe ligjore dhe diplomatike në mbrojtje të drejtës ndërkombëtare për pikërisht për të parandaluar përshkallëzimin e konfliktit në Siri, e cila është një paqe e prisht për i vërtetë. Pavarësisht faktit se si justifikohen këto nga ana e Izraelit, mendoj që nuk ka vend shumë për të legjitimuar këto lloj sulmesh duke goditur sovranitetin dhe integritetin territorial të një shteti i cili është i pavarur, dhe OKB-ja si organi më i lartë i drejtës ndërkombëtare, i ngarkuar për këtë qëllim, është prish për të garantuar integritetin dhe sovranitetin e shteteve përkundër konflikteve apo përkundër sulmeve që bëhen nga shtetet e tjera. Dhe në rastin konkret kërkon edhe një mënyrë edhe për të gjetur edhe një mbështetje edhe për vendet anëtare të OKB-s, por edhe për vendet e lindjes arabe të lindjes mesme, që OKB-ja është në mbrojtje të kësaj drejte dhe të mbrojtjes të lirive themelore dhe të njeriut dhe mosshënimit të integritetit dhe sovranitetit, i cili për hir të vërtetës është në rastin e Sirisë është shumë e brisht situata për shkak të asaj situate të cila ka kalu, por që Izraeli e shfrytëzon në brisinë e saj për arsye të saj gjeostrategjike, për të garantuar dhe kufit e saj verior, dhe këto janë ato strategji që përdor Izraeli në gjithë gjeografinë e konfliktit në lindjen mesme. Në aty ku mendon që asaj i vjen rreziku, aty do det, pavarësisht se sa e drejtë është kjo. Në një sert, zoti Lezi, u përmend edhe rezoluta 2254 e Këshillit të Sigurimit. Çfarë përfshin ajo dhe pse është kaq e rëndësishme për të ardhmen e Sirisë? E nderuar, rezoluta për vetë faktit që është një rezolutë e miratuar nga gjithë anëtarët nga OKB-ja, tregon në farë mënyrë edhe forcët detyruese për të zbatuar nga shtetet, nga gjithë shtetet, është shumë e rëndësishme për të ardhmen e Sirisë, për garantimin e territorit, integritetit, sovranitetit e këtij shteti, për demokracinë, për shtetin ligjor, për zgjedhjet e lira dhe të ndershme që kërkon të respektohen, për rujtjen e këtij shteti, për të ardhmen e tij të sigurt që si një vend antar i OKB-s, i cili ka të drejtën dhe ta ruajë pavarësinë dhe të zhvillohet në mënyrë prospere. Dhe kjo është kryesorja e kësaj, është një dokument kuadër i cili angazhon palët të cilët çfarë të shmangin konfliktin dhe luftën dhe të hapet perspektiva e qartë e zhvillimit të këtij shteti, mosdënimin mosvrasjen e civilëve, për mosdëmtimin e infrastrukturës, ruajtjen e integritetit dhe sovranitetin, për zgjedhjet e lira dhe të ndershme, respektimin e lirive themelore, drejtat e njeriut. Mirë, zoti Lezi, kemi arritur në fund, ju falenderoj shumë